Ballukut, jo sepse kanë merakun e Belinda Ballukut, por sepse në atë dosje është edhe vetë Edi Rama. Tani Shqipëria nuk mund të merret peng për të mbrojtur Edi Ramën nga burgu që i takon. Shqipëria dhe shqiptarët nuk mund të merren peng, integrimi i Shqipërisë në Europë nuk mund të merret peng vetëm për të mbrojtur Belinda Ballukun. Kur bie sistemi ligjor, kur bie drejtësia në Shqipëri si rrjedhoj e pushtimit të politikës në sistemin e drejtësisë, atëherë është detyrë qytetare që ne ta shpëtojmë drejtësinë, ta shpëtojmë vendin, shpëtojmë pluralizmin, duke protestuar dhe rezistuar në mënyrë demokratike dhe në mënyrë të cilët i vjen për mirë Shqipërisë, për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndryshe nga ata që kemi përballë që janë gati të bëjnë kurban Shqipërinë për interesat monetare të Belinda Ballukut dhe të Edi Ramës. Tani unë ndahem pak këtu me të tjerët se unë nuk mendoj që çështja lubis është çështje pezullimi. Lubia duhet ishte në burg. Siç duhet ishin gjithë hajdutët e tjerë. Shka aty një aspekt ka, është kërkuar që zonjës të hiqet imuniteti dhe të arrestohet siç i takon sepse ka vjedhur qytetarët shqiptar. Kaq. Kryeministri Edi Rama nuk do të mbledhë këshillin e mandateve, ka lajmëruar. Sepse është vetë në atë dosje. Mos prisni të bëjë gjë, Edi Rama është vetë, ju prisni që hajduti të arrestoj hajdutin. Nuk ndodh. Hajduti do vazhdoj të mbrojë hajdutin. Unë i bëj thirrje policisë sot, detyra juaj është të mbroni qytetarët nga hajdutët dhe jo hajdutët nga qytetarët. Policia sot të bëjt detyrën të i vihet në krah qytetarëve shqiptar në mbështetje tyre për t'i mbrojtur ata dhe për të mbrojtur Shqipërinë, për të mbrojtur dhe veten e tyre nga kjo bandë që po përdor pushtetin politik dhe po sakrifikon integrimin e Shqipërisë në Europë vetëm dhe vetëm për të lënë Edi Ramën jashtë dyerve të burgut dhe që ai të shijojë paratë që u ka vjedhur popullit më të varfër të Europës. Zoti Balliu, një pyetje e fundit, ju jeni një person që merreni edhe me themi çështjet organizative të Partisë Demokratike. Çfarë mund na zbuloni diçka për skenare që do të përdorni ditën e sotme, qoftë edhe mesazhe? Pra, mesazhi është një dhe i vetëm, përballje me hajdutët në pushtet. Përballje. Ku shkon kjo përballje? Përballja shkon deri në fitoren tonë. Ka do fitoren jo vetëm tonë si Parti Demokratike apo të opozitës, por neve si shoqëri, se mendoj që Edi Rama dhe Belinda Balluku nuk janë problemi një partie, nuk janë problem politik, janë problem kombëtar. Sepse janë ata të cilët pengojnë zhvillimin e Shqipërisë me gjendet e tyre. Dhe ne jemi gati të bëjmë çfarëdo lloj gjëje për të mbrojtur demokracinë, Shqipërinë dhe drejtësinë. Faleminderit juve. Mirë, Osman, patëm mundësinë që të dëgjonim dhe fjalën e deputetit të Partisë Demokratike Klevis Balliu. Do të rikthehem pas pak te ti, sepse në këto momente më raportojnë që përpara sheshit në kryeministri, pra ka disa qytetarë të cilët po përpiqen që të kalojnë dhe rrethimin metalik. Aty ndodhet dhe gazetarja jon Klodiana Lala, e cila do të na informoj për të rejat më të fundit lidhur me organizimin e protestës. Klodi, të përshëndes, si paraqitet atmosfera në këto momente përpara kryeministrisë? Raportuan pak më parë që disa qytetarë po përpiqen që të kalojnë edhe rrethimin metalik që është vendosur nga forcat e policisë, apo jo? Ma konfirmon? Po, Daliana, përshëndetje. Ditën e sotme pritet të zhvillohet seancë është